Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Sot jemi zhvendosur në Shkodër, ku zoti Ardit ka bërë një denoncim i është prishur prona nga IKMT-ja. Përshëndetje. Çfarë ka ndodhur? Atëherë, na këtu është dhënë një projekt nga zoti Beci që të më realizu për Shkodër. Normalisht na nuk jena në kundërshtim me çfarë do me bazë zotnia, por këtu është një diçka që kanë pru një letër për shpërndësim që unë nuk jam i kënaqur hiç me vlerën e kësaj. Ju keni pasur me dokumenta pronën tuaj? Tjetër me hipotekë, me tapi. Çfarë aktiviteti ka qenë këtu? Kam pas shtëpi, kam pas edhe aktivitet një restoran, domethënë që paka shumë e kam punu, edhe se kam punu, por nuk ka rëndësia punë, është pjesë. Ka çdo gjë me dokumenta të rregullta. Dokumentacion kam hipotekë 1350 metra katror. Edhe si mas ty në zotnive, normalisht ma kanë pru një letër me datën 7, me datën 7, më ka arë një letër nga bashkia, që ti ke 30 ditë kohë që t'jepsh një informacion, adres edhe numër llogarie për me kalu lekt. Momentin që kanë i këta, më kanë ardhur 3 inspektorë të IKMT-s, edhe më kanë thonë për 3 ditë ti ke përlshu objektin. Unë nuk e di se ku dojnë me shku këta. Këta janë kundra ligjit, këta janë gabim me njëri tjetrin. Një palë ka thënë 30 ditë, pala tjetër 3 ditë. Tjetër 3 ditë. Tashi unë nuk e di, unë kam edhe një ma sigurie që ka kanë në shqyrtim, që është në gjykat. Ja tregoj zotënive, zotërit thojnë nuk e njohim na tha këtë ma sigurie, se faktikisht normalisht se këto i kanë bërë punë kështu, nuk e kuptoj ditën e premte, shtunë e ditë nuk më kanë lënë mu me marrë hapësinën e duhun. Që me e çu çështjen tamam gjykat. Ku keni me këtë problem? Këto probleme kanë fillu me thonë drejtën ka, u ba pak kohë, u ba tash mos më thonë çyshe ka ardhur si kryetar bashkie dhe më thonë që ka hap fjalë që do të bëhet kjo, do të bëhet ajo. Por ideja është ne nuk na kanë lënë as edhe një hapësinë. Mu më kanë hellë, unë nuk e kam problemin të biznesi hiç. Se ta them sinqerisht, robi biznes mundet me bëj gjithsesi, po si e zoti me bëj biznes, një punë çfarë do e bën. Unë kam pas objekt, kam pas edhe shtëpinë. Këtu është bën një terror, mus më kanë lënë me hyrë në shtëpi hiç fare. Kam pas fëmijë mbrand, mi kanë dalë. Ardhë pa lajmëruar, pa lënë afatin e caktuar? Si gjë, kanë ardhur, më kanë dhënë as lloj afatit. Mu më kanë dhënë ke 3 ditë kohë për me prish. Si prishet objekti për 3 ditë. Unë jetoj këtu. Që është një banesë tjetër, do shkosh diku tjetër. Nuk më kanë kalu lek. Zotnia ka thënë drejtori i IKMT-s këtu në Shkodër, ka dalë prononcim për mediat në Shkodër që kena ra dakord me subjektet që kanë kalu shpërndësimet edhe kanë vazhduar avash me prish vetë. Normalisht ne kena prish, kena hek sa kena mujt me hek. Nuk ka vlerësuar vlerën e duhur të objektit? Nuk, vlera që më kanë vlerësu këta është qesharake, por nuk na kanë kalu as lekt hiç. Zotnia ka deklaruar atje që kanë kalu lekt. Është bërë një vlerësim minimal dhe nuk është vlerësim minimal, edhe e dyta kundra ligjshëm, si nxerti mu për shtëpiet pa më dhanë lekt, o zotia me hipotek. Kam me hipotek. Nuk është se jam pa leje, okej, jam pa leje, kam shfrytzu sa kam shfrytzu. Nuk ka ndodhur shëmbja e shtëpisë. Shëmbja e shtëpisë ka ndodhur në ora 3:30-4 diçka mas dite. 16 mas dite, po. Edhe më kanë ardhur te dera, ju tregova letrën e gjykat që është në proces. Nuk e njohim tha, kjo është prona jonta dhe do del jashtë. Ku çove fëmijët familjarët? Ku më çu fëmijët familjarët? Ku më çu fëmijët familjarët? Faleminderit Zotit, 2-3 miq shok më janë ofru. I kam çu ma mirë me thonë në parking këtu, në rrugë madhe. Po, sende shtëpiake, i mund të televizësh çdo gjë që kishin 70% kanë me të mërën. Me kondicioner, me tesh. Këtu lanë kohë, sepse edhe ato janë vlerë. Asi gjo s'me lanë kohë. Shikoj, kondicioner, janë tonë në ngërmall atje, hyp atje, shikoj atje sipër. I ke komplet, me banak, me rafsa, me gjithë. Çfarë pretendohet të bëhet në këtë zonë tani? Po ku diun një pedonale, thëtë zotnia. Po, pedonale. Se ku duhet me, se ku i shpin mushka këto njerëz nuk e di. Ne na kanë marrë në qafë, sidomos muje personalisht, se unë tash biznesin e fali, se nuk është problem biznesi. Po mu më kanë marrë në qafë se unë kam shpi. Si tonë shqiptarë që i kanë menu me bëj shpi me jetu, por kjo nuk është e mirë. Mu më vjen keq që Zoti Rama
fton emigrantat shqiptarë për marrë me investu në Shqipni. Kjo është krimi më i madh dhe i bëj thirrje kur mos vinë në Shqipni. Jam më shqiptar se Edi Rama, por në Shqipni kur. Edhe më vjen keq që unë jam martu, kam 4 fëmijë që i kam bën këtë vend. Se kam kanë 16 vjeç kur kam nis me babën tim dorë për dorë me baku. Kam djalin 20 vjeç sot. Jena 3 brez që punojmë tek. Urdhër ka ardhur nga kryetari i bashkisë apo nga kryeministri? Jo, nuk e di se nga ka ardhur, mund ka ardhur letrat nga Bashkia Shkodër. Por ka edhe firmosa nga kryeministri Zoti Rama për këtë. I kam letrat, i kam te makinat për momentin se nuk e kam këtu afër. Pra ju nuk keni marrë asnjë lek, le të themi para. Se edhe si i thonë 100 dark. 100 dark, 1 cent nuk i kam marrë. A ju nxorën me dhunë jashtë shtëpisë apo? Jo, nuk kanë përdor, po dhunë psikologjike. Kjo, boll me më stresu fëmit. Unë kam vajzën e vogël 10 vjeçe. Imagjinon nuk kanë arrit me marrë as librat e shkollës, që as gjaja ma ashtu, as librat e shkollës nuk kanë mujt me marrë. Keni bërë ndonjë ankesë? Qa me ba ankesë me mutër? Unë e kam me ma sigurijet e thët nuk ashtu. Unë s'mune me ba luft me shtetin. Luft me shtetin. Unë pa të them gjithë shka kisha falë, vetëm shpinë ja. Profesor Pëllum Pilin që e deklaroi dje kur doli i mbrëm në emisionin e TV Shpresës dhe tha që ishte prishur shtëpia juaj dhe doli. Bëri thirrje kryetarit bashkisë që të ketë kujdes dhe çështja do të zgjidhet. Inshallah, nëse ka me pas drejtësi, ka me pas gjykata, kanë me funksionu drejtësi, kjo çështje nuk do të rrinë këtu. Shtëpia u shumë, po të paktën të merrni parat e investuar. Me të thënë drejtën, unë jam i marrum me tëna. Jam i marrum. A imagjinon tash janë të fjetë fëmit në hotel. Po si do e bëni vazhdim? Nuk e di. Do të durosh të merrni shtëpi me qira dhe tani si çdo gjë nga e para. Një rrugë, kështu se unë jeta vazhdon. Unë luft me shtetin s'mune me ba. Por nëse s'ka me funksionu kjo gjykatë në Shqipni, unë do ta çoj çështën deri në Strasburg. Do të çoni në Strasburg? Patjetër. Është jeta. Unë jam 46 vjeç sot kam. Keni gjitha dokumentat e nevojshme? Patjetër, kam hipotekën në prona jem o motër. Nuk ka shtet, po. Okej, në rregull. Ka një projekt me vlerëson me çmimin e tregut. Unë sot me dal me ble shtëpi, jam 8 antar në shtëpi, se kam edhe babën edhe nanën. Jena 8 antar. Unë sot me ata lek çam ka shpërncu shteti mu vetëm 2 shtëpi jam dalin. 8 antar janë në rrugë sot. 8 antar janë në rrugë. Hajde shkojmë bashkë, i kam në hotel për kokë kalamajve. Në hotel i kam. Se s'kam shtëpi, se s'kam mendu me ba shtëpi diku tjetër. Se kam thonë, okej, shtëpia është një biznes e kam. Kjo është historia, nuk e di. Patjetër që projekte do të ketë, por duhet të jetë rivlerësimi. Nuk jena në kundërshtim. Këto dalin të në kena ba marrëveshje me subjektet. As nuk kam një herë nuk na ka thirrë biles, kam kërku 6 herë takim me kryetarin e bashkisë. Nuk e keni takuar dot? Një herë që kam hek me taku. Vetëm një herë. Çfarë ju ka thënë zoti Beçi? Po jo do bëhet kështu, jo po do bëhet si lungomare në Vlorë, jo po. Bëhet edhe Po bane si dushti. Ju për problemin tuaj çfarë u ka thënë? Për problemin tëm? Do shpërbleni? Po do më shpërblet, po qa është këtë dëmë shpërblim? Nësë kena marrë, unë s'kam marrë ala, unë s'diku, a mërë vesh, unë jam të fjetë në hotel. Sa o kam vendosur vlerën e dëmë shpërblim? 53 milion lek të reja. 53 milion? Po. Për një godinë sa të Po, godina është 1365 metra katror, diku rrëth 970 sa metra katror nërtim. Plus tendet që janë në vlerë të Mos pët. Kjo është një fatkesi e madhe, dhe më thanë. Kjo është një fatkesi e madhe. Nuk ka thënë asnjë të tretën, si... As një tretën, mirë as një tretën, po as lek që na kanë shpërënsu jo, që unë ma ta lek dhe le të një shpiti ku, tjetoj si njerëzit. Tjetoj. Çfarë u thon tani? Si do të shkoj? Nuk e di, as i gja. Atëherë do të njeki procedurat gjyqësore me avokatin e mi, edhe do zoti inshallah japim i drejtim, ma kthen jetën edhe i herë, pak në hatri kalamajve se... Profesor Pilin që do jetë drejtimi, sepse ka dhënë garanci që çdo gjë do të shkojë ashtu si duhet. Inshallah dëni malli zotëve se nuk e di. Unë them në Shqipëri tonë është kemi me investu. Me këto gjana që janë të ndonë këtë ishtë. Gjithë pa arrestohen, me sa qëse i kënë ndjekur lajme. Inshallah arrestohen. Se për mu, ky ka kanë krim. I thash, o vlla, hele restorantin, hele pjesën e lokalit, nuk e kam problem hiq. Se lokalin herë e kam hap, herë se kam hap, nuk e kam pas problem në pjesë. Shpin mos ma prish. Pa këtë sot me dalin shpronësimi, sot dalin lek.
paktën sa të kishe një ambient tjetër kur Mos t'i qëndroje. bëhen barë dikujt në shpinë. U erdhën pa pritur për të prishur shtëpinë apo i lajmëruan? Ne ishim thjesht se i murmet e se i pash edhe këto zëtnit këtu tu hek pajisje, ata pjedh pa dromen, dhe me thonë kalunen 2-3 subjekte atje, edhe erdhen tillë këtu. Nuk e di, si i thonë, e nisën nga kërthiza historinë. Keq më vjen për të tonë, se tonë e kanë bërë me mund, me gjak, me djerës. Por, nuk e di si me e shpjegu, ose nuk di se si mundet me funksionu. Shpresojmë të drejtësia. Çdo gjë do të rregullohet dhe drejtësia do të vijë. Shpresojmë të drejtësia. Paktën hatri kalamajve, fëmijëve se e menume me i rritë këtu. Por, kam frikë se nuk do rrima.